Gjykata Supreme e Mbretërisë së Bashkuar ka marrë një vendim të rëndësishëm për definicionin ligjor të fjalës grua, duke përcaktuar se ky definicion i referohet vetëm gruas biologjike dhe seksit biologjik. Ky vendim ka shkaktuar pasiguri dhe ka hapur një debat të gjerë rreth barazisë të drejtave të individëve transgjinor. Në një vendim të një zërit të 5 gjyqtarëve, gjykata ka përjashtuar gratë transgjinore nga kategoria e grave të njohura ligjërisht për qëllime legjislacioni mbi barazin. Kjo do të thotë se gratë transgjinore, përfshirë ato që kanë një certifikat zyrtare të njohjes gjinore, nuk mund të konsiderohen ligjërisht si gra për qëllime të caktuara, siç janë pjesëmarrja në organe dhe komisione publike, ku pozitat janë ekskluzivisht për gra. Ky vendim ka pasoja të mëdha për disa fusha, përfshirë politikën e sporteve, shërbimet shëndetësore, forcat e armatosura dhe organizatat bamirëse që përkrahin gratë. Ndër të tjera, ai mund të ndikojë në mënyrën se si rregullohen dhomat të zhveshjes dhe akomodime në konvikte ose hapësira të përbashkëta. Në vitin 2018, një grup aktivistësh skocez paraqiti rastin në gjykatë duke argumentuar se të drejtat e mbrojtjes së grave duhet të ofrohen vetëm personave të lindur si gra. Përkundrazi, qeveria skoceze ka mbështetur që një individ transgjinor që ka një GRC duhet të trajtohet ligjërisht si grua dhe të marrë mbrojtjen e barazisë në të drejtat dhe mundësi. Ky vendim ka nxitur reagime të ndara në shoqërinë britanike, duke sjellë në pa tensionet mes mbrojtjes së të drejtave të individëve transgjinor dhe ruajtjes së të drejtave dhe mundësive për gratë biologjike. Aktivistët për të drejtat e transgjinorëve kanë shprehur shqetësimin se ky vendim do të përkeqësojë diskriminimin ndaj personave trans dhe do të ngushtojë mundësinë e integrimit të tyre në shoqëri. Ky rast është pjesë e një debati të vazhdueshëm rreth asaj se si duhen interpretuar dhe zbatuar ligjet e barazisë dhe përfshirjes, sidomos kur bëhet fjala për grupe të marginalizuara.